Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të nisur sot ditën ton maraton dhe për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit, lëvizjet më të fundit nga personazhet publik, konkretisht nga VIP-at shqiptar. Do të nisim sot ditën duke komentuar çiftin më aktual të showbizit, çiftin më të dashur tuaj, Brikenën dhe Mateon. Ju e dini shumë bukur që Brikena dhe Mateo së fundmi po përflitet shumë. Një marrëdhënie që në fakt ka ngritur pikpyetje, një marrëdhënie që ka sjellur shumë shqetësim tek publiku, se si qëndron historia e dashurisë së tyre. Si qëndron kjo lidhje? A janë bashk apo nuk janë bashk? A vazhdojnë të kenë komunikim me njëri tjetrin apo nuk vazhdojnë të kenë komunikim me njëri tjetrin? Para se unë të nis të gjithë këtë komentim që dua të bëj për këtë marrëdhënie, këtu përfshirë edhe të gjitha komentet në fakt që shkruhen për Brikenën dhe Mateon, nga ku po vjen i gjithë ky dëshpërim apo thënë shkurt nga ku po vjen i gjithë ky dëshim nga shumica e fansave? Pse janë këto fanbase të krijuara për të bërë këtë zhurmën e madhe për këtë çift, domethënë pse po ndodh kjo gjë? Është në të mirë të çiftit apo është në të keqe të çiftit? Para se t'i komentojmë të gjitha këto pika që unë i ceka, në fakt dua fillimisht një herë që të ndaj një video me ju, ku do të shikoni Mateon dhe Brikenën jashta skenës së Top Arena. Domethënë ju po e shikoni, Mateo dhe Brikena po shfaqen bashk nëpër Tiranë, nëpër lokalet e Tiranës, nëpër destinacionet ku në fakt ato të dy e frekuentojnë apo e kalojnë ditën derisa të shkojnë në skenën gjigande të Top Arenës. Kjo është e para njëherë një konfirmim që raporti i tyre jashta studios është një raport jashtëzakonisht i bukur. Harmonikisht shumë i lumtur, raport i mirë, ashtu siç në fakt unë e kam thënë gjithmonë që domethënë çifti nuk ka asnjë gjë në raport me njëri tjetrin dhe nuk janë të vërteta lajmet në fakt që thuhen që mund të kenë pësuar një ndarje, që mund të kenë pësuar një krisje, që e urrej njëri tjetrin apo e përdori njëri tjetrin, sepse kjo është akuza më e shëmtuar që unë e kam dëgjuar e përdorin njëri tjetrin. Domethënë ka patur lajme të këtilla kundërdrejt çiftit. Nga kjo që ne shohim, domethënë konfirmohet më përfundimisht që marrëdhënia e tyre është shumë e lumtur, që ato të dy janë shumë të gëzuar bashk dhe ajo që po ndodh në skenë i takon vetëm skenës. Tani, unë do të bëj një përmbledhje të ngjarjeve në skenë dhe jashta skenës. Mateo dhe Brikena kanë nënshkruar një kontratë e cila duhet me patjetër respektuar sepse aty janë për të dhënë qëndrimin, misionin dhe vendin të cilin ato e kanë. Domethënë Mateo duhet të respektojë vendin e vet, Brikena duhet të respektojë vendin e vet. Janë përballë 15-10 kamerave dhe kanë një audiencë live që i shikon dhe normalisht ato duhet të jenë të fokusuar tek skenari, duhet të jenë të fokusuar tek mysafiri, duhet të jenë të fokusuar tek rrjedha e ngjarjeve në Top Arena që të dalin të shkëlqyshëm. Ato nuk mundet gjatë një emisioni, nuk mundet gjatë një transmetimi live, të jenë të fokusuar tek marrëdhënia e tyre, të jenë të fokusuar tek dashuria apo të puthen në skenë gjatë gjithë kohës, sepse mendoj që në qoftë se do të ishin këto lëvizjet, atëherë marrëdhënia e tyre duheshte të vihet në dyshim. Atëherë marrëdhënia e tyre duheshte të thuhet që po bëhet për klikime, po bëhet për interes publik. Po derisa Mateo dhe Brikena janë aq të zhytur në skenar, domethënë që duhet të vazhdojnë programacionin e tyre, janë aq të zhytur në moderim dhe janë aq të fokusuar në minutazh për të sjellur një spektakël të papar këtu përfshir edhe të gjithë të ftuarit e tjerë, mua më duket shumë marrëdhënie korekte dhe shumë marrëdhënie sinqertë dhe e vërtetë, domethënë marrëdhënie që në fund të ditës
është një diçka e bukur që ato të dy janë të fokusuar në këtë rrugtim që e kanë marrë, që me patjetër, domethënë, misionin e tyre ta kryejnë me shumë sukses. Shoh një Mateo dhe një Brikena që vërtet kanë një sukses të jashtëzakonshëm, kanë një mision të jashtëzakonshëm. Ky është Mateo, kjo është Brikena. Ne kemi arritur që nëpërmjet fansave të tyre, të cilët janë entuziast të ndjekin çdo lëvizje apo çdo minutë, çdo sekondë të tyre, të sigurojmë këtë video që është një video që në fakt dhe një foto që tregon që çifti është shumë i lumtur dhe kanë një raport shumë të bukur bashkë. Me thënë Mateo dhe Brikena gjatë gjithë kohës shoqërohen me njëri tjetrin, ndajnë kohën me njëri tjetrin dhe janë bashkë pothuajse në të gjithë destinacionet që shkojnë. Unë e kam thënë gjithmonë, marrëdhënia e tyre është jashtëzakonisht e lumtur. Tani, nëse një çift ka krisje, apo nëse një çift ka zënka dhe vajza në këtë rast, Brikena është pak e nxituar dhe merr këtë vendimin të menjëhershëm për të bërë një lëvizje ndoshta jo të mirë menduar dhe krijon të gjithë këtë gjën e madhe, unë mendoj që është një diçka që i takon çiftit. U godit Brikena për fjalët që tha, për mënyrën se si u shpreh, me thënë Niko Komani u mundua që të arsyeton që Brikena ka bërë një lloj gabimi dhe vërtet bëri gabim sepse pyetja ishte tendencioze për të nxjerrë një lajm, do të thënë marrëdhënia e tyre është harmonikisht shumë e lumtur, çifti është shumë i dashuruar me njëri tjetrin dhe uroj me zemër që gjërat ju shkojnë kështu. Do të thënë për të gjithë ju fansat e këtij çifti, të cilët jeni edhe në pikpyetje se si qëndron marrëdhënia e tyre, gjërat janë në nivelin e duhur. Gjërat janë fantastike dhe gjërat janë duke krijuar një botë interesante që vërtet do t'jep një lloj dashurie, një lloj duartrokitje, një lloj shprese tek publiku shqiptar. Ju vazhdoni të më ndiqni, unë do të sjell të gjitha ngjarjet nga jeta e showbizit, ashtu siç në fakt jam duke bërë, do të sjell të gjitha më të rejat më të fundit. Vazhdoni të qëndroni me mua, qëndroni besnik kanalit Monitor TV, sepse vetëm këtu mund të gjeni gjithçka që ka të bëjë me personazhet publik, do me thënë me jetën e tyre, me përditshmërinë e tyre, me të rejat më të fundit, për të komentuar edhe ju në fakt për të dëgjuar atë se çfarë dëshironi të dëgjoni. Do me thënë që të bëjmë një përmbyllje të kësaj ngjarje. Brikena dhe Mateo janë shumë të lumtur, janë bashkë, janë të gëzuar dhe po e shijojnë dyfish suksesin, në këtë rast edhe suksesin e rrugtimit të bukur që kanë bërë në Top Arena, që ka qenë në fakt një rrugtim i jashtëzakonshëm, por edhe suksesin në privatësinë e tyre në marrëdhënie, që është një sukses i garantuar. Do të thënë, është çdo gjë në nivel, thjesht duhet ta ndjekim këtë çift. Vazhdoni ta ndiqni me subscribe, njëkohësisht të jepni edhe mendimin tuaj poshtë në koment.